hile pa hak, pa I bo kërkuj për gjë. Shkon në van familjar, ju thotë se nëse veç di diçka, dhe gjatë që kam përsh. Pas në kuve, unë kam thirrë në telefon, unë kam të shumë punë, për ato të shtatë. Në thirrë gjoja në telefon, ta ka në policia të shpijë. U ktheva në të shpija, në gjata I arrestuar. Sa dhe kjerë të ato të kanon, shumë që I që I kuan. Edhe gruan, Ju së që në rogë. Kemi shku në policisë në prokurori. Prokurori në datën 9 I shku e këtë mojtë që këtë vartë të punën. Në që të vetëm. Pa për që të arsye ata kemi konfisku të Pas një kuve, veturën ma këthyn, turën, ma heken edhe prej shumë kërëmashke dhe vazhdimit të mashin konfiskimin e turën, ma supermenë, ja. Gruën ma liron, mas një muaj gjysë. E burgit, unë e me të bërë. Pa hile, pa hak, pa I bo kërkuj për gjë, akuzohna për një njeri, cilin kur njeri në të bo, as ku mi për ta. Mo jam nëse ka pos shumë, për një qenë shumë mund të pos, e unë mësë një dit as ka në koshë. Unë jam e njëftume për aprakisht se ka propozime edhe për prova. Ata riftoj kush ka prova dhe propozu, prova të reja, pëse të këtë që është si ma? Ashtu si që për paralemi unë në seansën e kaluar, e prezentoj për ju se trup gjikus. Ashtu. Një provë, një incizim I takimit, I cili është përmen këtu dhe është zonë edhe nga të shmitar që kanë qenë pjesë të takimit, për edhe nga I akuzuarin e gjatë që ka qenë pjesë të takimit, me lidhur me ofrimin e ndihmës apo dhe një njohuri për gjetjen e tanit të ndjerët për të rregjeke, ku ka qenë si intermjestues edhe hoxha Drenos, Allah Mustiju. Kjo është një incizim ose ka qenë takimi një orë diçka, mirë po është me interes të një pjesë që ka teksu, kur ju ka pyetje edhe për prokurorit, edhe në fazat e mëshme, po edhe këtu në gjykatë. Ku ndëgjohet I akuzuarin e gjatë duke treguar apo duke tentuar që të bindë se nuk ka një ori lidhur me këtë ngjarje dhe nuk beson se edhe vaj thjesht një pëllu. Tharëm kjo të incizim është të bëm masi që u arrestu jetu. Sipas fjalëve të Nejatit, për arrestet pra 2 javë mas arrestimit këtu. Që pas janë lavëruar gjitha provat, Ky shkon në van familjar, ju thotë se nëse veç di diçka, dhe gjatë që kam përsh, kurse që atë pyetjet që më parashtru edhe nga ana mbrojtëse, edhe nga ana ime, insiston se ka thonë vetëm një gjak, bërsh. Dhe kënse policia, prokuroria, pishtojnë ato gjatë të tjera që I ka thonë që më dëgjume vojt vetë, dhe thu se po bojmë shpifje për ta, nëse s'ka të vërtet asgjë. Në mendje dëgjova këtë audio incizim të cilin e ka bëhe vllavit të ndjerit atë mani, I cila sot u lëshue, u ndëgju. Mirë po, nga përmbajtja
e këtij video inqizimi, aty inqizimi i parë nuk shihet se çka dëgjoti në realitet po flet. Tu gjen disa zëra të cilët janë të kombinuar që nga ky ato inqizim në fund nuk shihet apo nuk dëgjohet? nuk dëgjohet, jo, më pas pushit për shumë, nuk dëgjohet. Se më bëllar jam, nuk pushit, në ato speshumi. Po na pe konstatojmë. Pari, mirë, rregull. Nuk po dëgjohet zoni i tavuzorit në gjatë, lidhe pikërisht me atë që tash është fjala e po fokusohet a i ka borxh dhe gjatë po apo ka një borxh një gjatë. Unë konsideroj që në gjatë i për fillimit ka qenë i interesuar për me zbulu.